Përshëndetje, ky është një blog site që e kom realizu me Laravel. Në faqen fillestare janë traditura gjitha postimet, ku ka disa informata rreth tyre. Gjithashtu ne mund t'i shohim vetëm postimet e një kategorie caktuar, dhe përmes go to post mund të shohim informata më shumë rreth postimit, si imazhet dhe komentet. Le të shkojmë dhe të bëhemi login. Pasi të bëhemi login, ne nëse shkojmë te një postim, gjithashtu mund t'i bëjmë like dhe save postimet, gjithashtu dhe mund të shtojmë komente. Dhe komentin mund t'a bëjmë edit. Dhe komentet që bëhen edit e marrin këto për me tregu që është bë edit. Te save post gjithashtu mund të shohim të gjitha postimet që i kemi ruajtur, dhe gjithashtu mund të krijojmë edhe postimet tona. Imazhet prej postimit mundemi me i fshi direkt. Gjithashtu dhe mundemi me bë edit postimin dhe me shtu imazhe të reja. Dhe te profili mund të shkojmë direkt prej këtu, ku shfaqen gjitha postimet e profilit tim ose të cilit do user. Gjithashtu ne mund të bëjmë search për usera dhe postime. Nëse shkojmë dhe bëhemi login me një user i cili ka rolin admin, gjithashtu ne mund të shkojmë edhe në dashboard, ku ka informata rreth faqes, ku mund të shohim për shembull edhe userat, ku mund t'i radhitim sipas ID-s, emrit, emailit, datës së hapjes. Dhe gjithashtu ne mund t'i bëjmë disa veprime, si për shembull mund t'a bëjmë admin një person, dhe t'i shohim profilin, postet, komentet, lajkat, dhe gjithashtu t'a fshim userin. Mund të bëjmë edhe search usera sipas emrit. Dhe për posta është thuajse e njëjta, ku mund t'i filtrojmë sipas kategorisë, t'i bëjmë edit ose t'i fshim. Gjithashtu dhe për komente dhe për likes, dhe për kategori, ku mund të shtojmë kategoria të reja në faqe. Cilat pastaj me njëherë listohen në listën e kategorive.